Mbrëmja e së dielës më 7 dhjetor shënoi fillimin e festimeve të vitit të ri 2026 në qytetin e Kavajës, një festë me origjinë pagane e cila është mjaft e përhapur në mbar botën. Bashkia e Kavajës ka përgatitur ambientin festiv për ditët paraprake në vijim, duke sjellë një atmosferë të ngrohtë dhe tërheqëse për të gjithë qytetarët. Qendra e qytetit është mbushur me drita të shumta lodra për fëmijë dhe stenda të 10 bizneseve lokale, të cilat ofronin produkte, ushqime dhe lëra, duke qenë ambienti tërheqës dhe festiv. Kryetari i bashkisë Zoti Fisnik Qosja, pasi përshëndeti të gjithë të pranishmit bashkë me fëmijët, realizoi numërimin mbrapsht për ndezjen simbolike të dritave të pemës së vitit të ri. Ai uroi të gjithëve një vit të ri të lumtur dhe plot shëndet e gëzim. Qosja u shpreh për të pranishmit se është koha për të festuar së bashku, sidomos me fëmijët tanë, të cilët janë gëzimi ynë më i madh. Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit, mirëmbrëma Kalamojë që jeni këtu, mirëmbrëma prindër, mirëmbrëma qytetarë të Kavajës. Pazari i festave ndes sot si parë një traditë tashmë në qytetin e Kavajës. Besoj që kemi zbukuruar shumë bukur, besoj që atmosfera është shumë e mirë dhe uroj që të gjithë këtë muaj të gëzojmë këtu, të vim fëmijët, të vim bashkë me miq, me shok, me njerëz që të japim kuptim këtij pazari siç e meriton qyteti i Kavajës. Gjithashtu do t'ju uroj gjithë secilit për jush mbarësi në të gjithë familjet tuaja dhe vetëm gëzim dhe paqe në bekime në familjet tuaja. Faleminderit dhe ta gëzojmë këtë festë. Fëmijët, hajde Kalamojë kallë. 10. 0. Shëndria pënde, rrugën tini e tyre më shuhet kur në erë. Forcën e shpirtit, dhe fjala me lirë, nga gjaku i tyre rritet, toka Gjithë sta merë, të të keqë. Pas ndezjes, ambienti u elektrizua nga aktivitetet kulturore të organizuara nga Drejtoria e Kulturës së qytetit, ku të pranishmit qëndruan deri në orët e vona të mbrëmjes. Zona festive do të qëndrojë e hapur për qytetarët deri në natën e ndërrimit të viteve. Drita Televizion uron qytetarët e Kavajës të kalojnë çaste të bukura dhe festive gjatë gjithë sezonit të vitit të ri.